vazhdon të mbetet i paralizuar pasi edhe në vazhdimin e 10 të seancës konstituive partitë opozitare refuzuan sërish të marrin pjesë në krijimin e komisionit për votimin e fshehtë të kryetarit të ri të kuvendit. Seanca do të rifillojë të hënën më 5 maj në orën 10, por me tensione të rritura politike. Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe nuk pranuan të propozojnë një përfaqësues në komisionin e votimit duke kundërshtuar mënyrën se si lëvizja vetëvendosje po tenton të realizojë votimin. Kryetari i PDK Memli Krasniqi e cilsoi këtë proces si antikushtetues dhe akuzoi kryeministrin në detyrë Albin Kurti për tentativë për të mbajtur pushtetin me çdo kusht. Kurti e di se nuk ka numrat për një mandat të ri dhe tani po mban peng institucionet, deklaroi Krasniqi ndërsa ritheksoi qëndrimin se kandidatja aktuale e LVV për kryeparlamentare Albulena Haxhiu nuk do të marrë kurrë mbështetjen e opozitës. Edhe deputetja e LDK Hykmet e Bajrami e cilsoi ndërhyrjen në procedurën e votimit si jo kushtetuese duke insistuar